nuk e gjën në Terezi, ne do të ndodhë. Kjo nuk do ndodhë, shqyqyr që ne jemi lart situatës, por në qoftë se do ndodhë një goditje e papritur, ne jemi të kapitulluar komplet, sepse nuk ka as një sistem që të drejtoj popullsinë që do vjen panik, se çfarë duhet të bëj popullsia në rast të një situate emergjence. Ne nuk kemi as program, as plan, as njerëz për të kryer këto veprime. Dhe do ndodhemi në një kaos dhe panik total. Kaosi dhe paniku shkakton më shumë dëme se sa agresioni direkt. Ju pak ditë më parë keni bërë dhe një deklaratë të fortë për sa i përket armëve, jo vetëm pra nga pjesa e strehimoreve, tuneleve, por edhe armët që ne kishim dhe një pjesë u çuan për skrap, pjesa tjetër ju thoni që përfunduan edhe në Rusi, por edhe në vende tjera. Por ka legjenda që janë krijuar që raketat që kishim ne përfunduan në Ruanda. Një shembull. Kështu ka vajtur gjithë pasuria ushtarake. Ne këtu i çonin tanket në Podgoricë për t'i shkrirë në një kombinat dhe atje shkrirja këtyre e këtij çeliku ishte e vështirë shumë. Dhe me kalimin e kohës ata nuk i pranonin më të çmontuar, po i merrin kështu bruto dhe ato tanke një pjesë janë quar në objekte në vende të tjera. Nuk janë shkrim. Po me avionët kjo ndodhi? Me migët? Jo, avionët ne i kemi këtu në gjendje skraps. Pa asnjë mundësi për t'i rigjeneruar. Domethënë, ata janë jashtë përdorimit komplet. Ne kemi, si forca ajrore, kemi pak aeroplan tani që kemi marrë në Amerika, të shoqëruar me disa helikopterë dhe me disa dronë që kemi marrë nga Turqia. Kaq është. Kjo është pika jonë më e fortë, pra pika jonë më e fortë janë këta dronë. Janë këta dronë, të cilët më tepër shërbejnë për probleme policore, për të kontrolluar terrenin e tjera shumë, dhe nuk janë për qëllime agresive ose veprime të tjera ushtarake. Natyrisht dhe numri i tyre është i vogël. Veç fjalë shumë për dronë, po që dronët sa janë të lirë në kosto dhe që përdoren janë shumë fleksibël në përdorim, ashtu dhe konsumohen. Do të thënë, ata janë llogaritur që në shumicën e rasteve përdoren një herë dhe duhet kesh rezervë tjetër në magazin, sepse ai niset mundet mos kthehet. Në shumicën e rasteve nuk kthehet më. Shohim dhe me përlajmin që nisen 170 rrezona rrugës. Kështu që droni, domethënë droni është një mjet kryesisht për neve, përdoret për qëllime policore, për kontrollin e hapësirës e gjëra të tilla. Në luftë nuk ka një efikasitet të madh droni, për arsye se parametrat e ka për tjetër gjë. Domethënë është një trup që fluturon me shpejtësi jo më shumë se 200 km/h, që një snajper i zakonshëm mund ta rrëzojë. Nuk do të kemi shpes tek to. Kanë rolin e tyre, po jo që të fetijizohet edhe të thosh me që kanë 5 dronë, jam i sigurt. Absolutisht. Zotja Bilek, kam edhe pyetje për Kosovën. Pas deklaratës së Trumpit që tha do merrem me Kosovën në mënyrë indirekte, duke e përmendur tek postimi që bëri për lindjen e mesme, ju si mendoni, çfarë paremëroi në rreshta? Ka rrezik për një konflikt se edhe Vučići deklaroi që armatimi do vazhdoj, nuk kemi frikë nga rretimi i NATO-s, kemi pajisjet e armët më të mira, do vi momenti jon për Kosovën. Pra në gjithë të turbullir, mund presim ndonjë gjë nga veriu? Absolutisht. Këto janë deklarata retorike që bëjnë udhëheqësit e shteteve, në rastin konkret të Serbisë. Këto deklarata bëhen për konsum të brendshëm dhe konsum të jashtëm, sipas momentit që Kosova nuk mund të preket më, sepse Kosova e ka fituar lirin nga NATO dhe NATO nuk do ta lërë më që të ngasmohet. Pavarësisht nga problemet
e ditës politike, ngritje, provokacione, këto do të vazhdojnë, dhe ato kanë vazhduar në çdo kohë dhe do të vazhdojnë, nuk e bëjnë rrezik. Presidenti amerikan, në deklaratat e tij, gjithashtu që është deklaratë retorike, le të nënkuptoj që ndonjëri që ka ndërmend për ndonjë qëndrim të veçantë ai Kosovës, ta ketë parasysh sepse Kosova është në mbrojtjen tonë. Pikë muhabeti është i qartë. Dhe sado që të flasin e të bëjnë qoftë në Beograd, qoftë në vende të tjera, nuk e kërcënon gjë as Kosovën, as neve në të drejtimin tonë. Zotja Bile, duke qenë se për ta mbyllur kjo, të lutem po i rikthehem edhe një herë për sa i përket tuneleve në toksore. Pra kemi Tiranën, Kuksin, Gjirokastën, ku janë të tjerët që ndoshta një pjesë nuk i din, që në rast emergjence po të rikthehen për mobilizim, pra ju thatë që edhe ndoshta qeveria nuk i ka në inventar gjitha, po për të bërë për të dhënë informacion dhe për qytetarë, ndoshta që janë kurioz, kjo ditë ne urojmë që mos vinë kurrë, por për ta ditur. Ku kemi të tjera kapacitete? Ne kemi patur të tilla në të gjitha qytetet, sidomos në ato kufitare, në Korç, në qytetet e mëdha. Qytetet e vogla kanë qenë ndërtime të vogla, ndërsa në Korç, në Kuks, në Gjirokastër ka patur ndërtime të tilla ku funksiononte komanda e zonës, komanda e kopsit apo e divizionit, me gjithë sistemin e saj.